Së pari, qytetarëve, banorëve të Elbasanit, sot si kryeqyteti festës për mbar kombin, ju uroj gëzuar ditën e verës, festën më të lashtë të jo vetëm shqiptarëve që është e vërteta, por dhe të kombeve tjera, një ditë që ngjall shpresë, frymëzon ripërtritje, një ditë pra gëzimi. Dhe sot këtë festë shqiptarët e festojnë më të bindur se kur, se festën tjetër të keqen ja lanë dimrit dhe rama me lubin të ardhme nuk kanë më. Kjo është dita e fundit e verës që ata i gjën me karrigët thyrë ashtu si që janë. Nuk e meritoj. Ndaj dhe leturojmë që ditën e ardhshme të verës, qytetarët e Elbasanit dhe të mbarë Shqipërisë ta festojnë, si që ja u donë zemra, ta festojnë me dyrë të hapura drejt ardhmes dhe drejt Europës. Është e trisht dhe dhimbshme se në 34 vite kjo është dita e parë e verës në të cilën dyrët e Europës u mbyllën për shqiptarët për shkak të veprimeve të pa shembullta në historinë e këtij e vendeve që shkojnë drejt integrimit nga dyshja Rama Balluku, Balluku Rama. Ndaj dhe leturojmë dhe të punojmë fort që ditën tjetër të verës, dita tjetër e verës të na gjej sa më afër ëndrrës tonë europiane. Mirëdita dhe përshëndetje shumë për zemërta, është një nder shumë i veçantë për mua. T'ju takoj ju përfaqësuesve të familjeve të këtij qyteti të bekuar, këtij qyteti që ka qenë burim, dritë dhe frymëzimi dhe mbetet për shqiptarët. Dita e verës është dita e shpresës, dita e ndryshimit. Dhe fakti që ju e festoni këtë ditë më shumë se të gjithë shqiptarët dhe në mënyrën më të merituar, jeni sot kryeqyteti i vërtet i festës dhe i kombit, dëshmon për dëshirën tuaj për ndryshim, dëshmon shpresën e pashur të qytetarëve të këtij qyteti për një kohë më të mirë, për një ditë më të mirë, për një të ardhmë më të mirë. Unë kam shumë mirënjohje ndaj jush për të gjithë mbështetjen që ju i keni dhënë dhe jepni Partisë Demokratike Opozicës. Ne e kremtojmë këtë ditë në kushte më të pazakonta krahasuar me të gjithë të tjerat, sepse e vërteta është që java para kësaj dite shënoi mbylljen e dyrëve de facto të ëndrrës sonë europiane, të integrimit tonë në Bashkimin Evropian. Pra, këta që sot janë në pushtet apo ky që kryeson këtë organizatën qeveritare kriminale, ky për interesat veta
mbylli dyert dhe tani ka filluar betejën me armiq të brendshëm dhe të jashtëm në stilin e etërve të tij. Por dita e verës është dita e ndryshimit, është dita e ripërtritjes, kështu që ne ecim të sigurt se ditën tjetër të verës do ta bëjmë shumë më mirë, do t'i kemi dyert e ëndrës tonë europiane të hapur. Ju uroj edhe ju falenderoj shumë për këtë pritje të ngrohtë, ju uroj shumë suksese, fest paçi gjithmonë. Faleminderit.